Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takojmë sërish edhe në këtë javë. Sonte do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që prek fëmijë e prindër. Të folurit është një nga aftësitë më të rëndësishme që zhvillohet në vitet e para të jetës, por jo gjithmonë ndodh në të njëjtën mënyrë tek të gjithë fëmijët. Disa mund të kenë vonesa në të folur, vështirësi në shqiptim ose probleme në komunikim. Të gjitha këto kalojnë pa u vërejtur në kohë të gjatë. E për këtë do të flasim me logopedën Elvira Maliqi. Doktoresh, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit juve për ftesën. Doktoresh, fillimisht çfarë është logopedia dhe cilat janë fushat kryesore pra ku ajo ndihmon fëmijët dhe të rriturit? Atëherë logopedia si shkencë merret me të gjitha çrregullimet e gjuhës, të folurit, të komunikimit, zërit dhe të gëlltitjes. Ndërsa sa i përket fushave ku ne fokusohemi ose ku mundemi me ndihmu klientëve, janë në rastet kur një fëmijë deri në një moshë caktuar ende nuk e ka zhvilluar të folurën, në rastet kur kemi fëmijë që kanë vështirësi në shqiptim, pra e folura e tyre nuk kuptohet nga familjarët nga rrethi. Ka raste kur kemi vështirësi në mosrrjedhshmëri, pra ose belbëzime. Pra këto janë raste ku normalisht duhet të adresohen te logopedi për me marrë trajtimin e duhur. Doktoresh, në çfarë moshe pra zakonisht mund të vren shenjat e para të një fëmije pra që ka ngecje në komunikim apo zhvillim në të folurit, dhe kur mund të konsultohet pra një prind me një logoped për fëmijën e tij? Atëherë edhe folura i ka disa faza të zhvillimit ku ne mundemi me u fokusu për me pa nëse gjithçka po shkon në rregull me zhvillimin e të folurit të fëmija. Zakonisht e folura fillon të zhvillohet qysh në muajt e parë të jetës, pra janë ato vokalizimet, gugatjet e para që pritet të zhvillohen në muajt e parë pra të jetës. Pastaj kalojmë te viti i parë i lindjes ku deri në moshën 1 vjet e gjysmë pritet që një fëmijë të zhvillojë të paktën fjalët e para. Pastaj vjen mosha 2 vjeç ku pritet që një fëmijë ta zgjerojë fjalorin më shumë, të ketë 50 deri në 100 fjalë në fjalorin e tij, të cilat i përdor dhe i ka funksionale. Po gjithashtu kjo është një moshë ku pritet që një fëmijë edhe të fillojë të lidh nga dy fjalë, të bëjë kërkesa, pra të fillojë të inkuadrohet në ambient përmes të folurit. Pra kjo është, pra në fëmijërinë e hershme, kjo është koha kur ne mundemi me identifiku nëse këto aspekte nuk po zhvillohen në përputhshmëri me moshën kronologjike dhe jemi të përballë me një vonesë në të folur. Pra kjo është koha ideale kur prindrit munden me u adresu te logopedi dhe ta marrin një mendim profesional për me pa nëse diçka e ka shkaktuar ose nëse është nevoja për me marrë trajtim logopedik. A ka ndonjë shqetësim tjetër që prindi e vren tek fëmija e tij dhe që dëshiron të konsultohet me ju? Po, përveç të folurit, mundet me pas edhe shenja të tjera që mundemi me identifiku qysh herët, pra në rast që mungon kontakti me sy, në rast që mungon komunikimi social, ndërveprimi me fëmijë tjerë, nëse nuk kthehet kur e thret në emër, dhe këto janë disa shenja që munden me na dërgu deri te një vonesë në të folur ose me na tregu që diçka nuk po shkon me zhvillimin e fëmisë. Doktoresh, a janë çrregullime të folurit tek të një fëmijë me sa i përket zhvillimit më të vonshëm të tij, apo ka edhe diçka tjetër këtu? Si faktor ose shkaqet që na dërgojnë deri te një vonesë në të folur, shumicën e rasteve vijnë prej një zhvillimi të vonshëm të fëmisë, por jo çdo herë. Ka shkaqe të ndryshme që na dërgojnë deri te një vonesë në të folur. Mundet me qenë për shkaqe gjenetike, mundet me qenë e trashëguar, pra mundet me qenë për shkaqe neurologjike. Ka raste edhe kur një fëmijë zhvillohet normalisht, po vetëm e ka një vështirësi në shqiptim, pra kjo nuk lidhet me zhvillim të vonshëm, por është veç ajo vështirësia në të folur e cila ka nevojë për me u trajtu, pra jo çdo herë. Ka edhe raste kur, siç e përmenda, pajisje teknologjike, pra fëmija zhvillohet në mënyrë tipike, po ekspozimi i tepërt ndaj ekraneve, ndaj teknologjisë na dërgon deri në atë pikë që mundemi me u përballë me një vonesë në të folur, edhe nëse fëmija ka pas kapacitetin ose zhvillimin tipik si fëmijë të tjerë. Doktoresh, sot kalojnë fëmijët shumë kohë në tableta dhe në telefona, pra në përgjithësi. Cili është shqetësimi i prindërve kur vjen tek ju të diskutojë sa i përket kësaj çështje?
Sa i përket përdorimit pra të teknologjisë ose telefonave, ekraneve, zakonisht prindrit kohëve të fundit, po flas prej përvojës, kanë treguar që fëmijët përveç që po e shmangin komunikimin me prindrit ose me rrethin, tjetra është që edhe po shfaqin sjellje jo të përshtatshme në ambient. Pra, momentin që prindi po tenton me alargu ose me reduktu ekspozimin ndaj teknologjisë, po e shohin një sjellje të fëmijët që nuk është shumë e përshtatshme dhe po ndikon masnejnë edhe në pjesën emocionale të fëmijës. Kështu që kjo ka qenë një nga shqetësimet që prindrit vetëse e kanë ndonë. Cilat kanë qenë disa nga këshillat e juaja sa i përket kësaj çështje? Normalisht që nëse identifikojmë që një vonesë të folur ose vonesë gjuhësore po vjen si shkak i përdorimit të tepërt teknologjisë, rekomandimi i parë është që teknologjia të ndërprehet në mënyrë totale. Normalisht që nuk mundet përderisa një fëmijë për një kohë shumë gjatë vetëse ka përdor në mënyrë të gjatë ose në kohë shumë gjatë teknologjinë, nuk arrim brenda një dite me ndërprerje dhe ka me qenë shumë sfiduese për ta. Kështu që është një proces gradual, por që këshilla më e rëndësishme në këto raste është që fillimisht të ndërpritet teknologjia dhe normalisht nëse është nevoja për trajtim logopedik të marrin ndihmën e duhur dhe t'ju përmbahen këshillave që ne vetëse ja u tregojmë pra. Doktoresh, cili është ai shqetësimi i prindërve kur fëmia i bëhet nervoz pra nga hekja e tabletit apo telefonit? Normalisht që, siç e përmenda edhe më herët, fëmijët dinë edhe me shfaq sjellje kur largohen prej një diçka që vetëse kanë kriju varësi pra ndaj teknologjisë. Përderisa ato sjellje janë të papërshtatshme, normalisht është shqetësim për prindrit edhe ajo dëmshuria që ata e kanë mundet me i dërgu ndoshta drejt një vendime jo të duhur për ta, nëse shohin fëmijën të çojt ose të bëjë sjellje të papërshtatshme, normalisht edhe kanë me u dorëzu, kështu që kjo po ndodh pra si pasojë e përdorimit të tepërt të teknologjisë dhe në momentin kur po largohet fëmijët pra po shfaqin sjellje dhe prindrit ajo po është dobësia pra e tyne që nganjëherë edhe nuk po arrin t'ju mbahen këshillave që vetëse ne ja u rekomandojmë. Doktoresh, cilat janë çrregullimet më të shpeshta që i trajtoni në praktikën e juaj? Vitet e fundit, fatmirësisht, roli i logopedit është bëu më i ditur dhe raste që vinë kryesisht janë në fëmijë të vegjël që vetëse nuk e kanë zhvilluar të folurën deri në një moshë të caktuar, kryesisht mosha 3 vjeçe. Pra, prindrit tani po fokusohen që të intervenojnë herët, që është diçka shumë pozitive për arsye që kur ndodh intervenimi i hershëm, atëherë edhe suksesi ka me qenë më i shpejtë dhe ki hapësirë më shumë me intervenu. Por raste tjera që trajtohen dhe janë aktuale, janë edhe çrregullimet e artikulimit, pra mos shqiptimi i duhur i tingujve, nuk është aftësia për me pozicionu gjuhën në mënyrën e saktë. Tjetra është edhe pra belbëzimi, mosrjedhshmëria në të folur, edhe kjo si diagnozë është mjaft e shpeshtë dhe që trajtohet. Doktoresh, sa kohë zgjat zakonisht trajtimi logopedik dhe si zhvillohet kjo në faza? Atëherë sa i përket fazave ose procesit të trajtimit, fillimisht nëse është fëmijë, pra duhet vi me prindrit për me bo një vlerësim, ku merret anamneza, historiku i fëmijës dhe diskutohet për zhvillimin e tij të mëhershëm. Pra nëse gjithçka ka shkuar në rregull, në rast që fëmia ka pas ndonjë traumë, ose me një fjalë mundohemi me gjetë shkakun që na ka dërguar deri te një vonesë gjuhësore. Tjetra është që vlerësohet fëmia, pra përmes lojës, përmes testeve adekuate, në rast që ka dhe mundemi me ardhur me një përfundim se me çka po përballemi ose aty ku ka nevojë fëmia. Dhe në rast që është nevoja për trajtim logopedik, atëherë në vazhdim caktohen qëllimet, objektivat, ku ne kemi me u fokusu. Normalisht të gjitha objektivat caktohen në mënyrë individuale, pra tu bazu në nevojat e fëmijës, në të cilat punohet në muajt e ardhshëm. A gjatë kohë gjatë sa i përket trajtimit të kësaj? Sa i përket kohës gjatjes së trajtimit, në fushën e logopedisë nuk mundemi me ditë asnjëherë ose nuk mundemi me caktuar asnjëherë një afat kohor se sa ka më zgjat trajtimi. Kjo ndodh për arsye të ndryshme.
një ndër pikat kryesore që na ndihmon këtë aspekt është vullneti i fëmisë. Në rast që një fëmijë vjen me vullnet, punon, e bën atë lidhjen me logopedin, atëherë edhe puna ka me qenë shumë e lehtë dhe progresi ka me qenë shumë më i shpejt. Po në rast që një fëmijë vetë se nuk ka vullnet, ndoshta nuk i pengon, po lidhen për shembull me belbëzimin, në rast që një fëmijë nuk i pengon e folra e tij, nuk i pengon me funksionu ose me bisedu me njerëz, atëherë nuk e pranon as trajtimin dhe në këto raste mundet me zgjatë shumë më shumë. Por gjithashtu, sa i përket trajtimit, kohës zgjatjes së trajtimit, kemi të bëjmë edhe me përgjegjësinë, pra sa prindrit ose fëmijët, individët që trajtohen janë të rregull në seanca. Nëse mbahen seancat me rregull, normalisht edhe progresi ka me qenë shumë më i shpejt. Pra ka shumë faktor që ndikojnë në këtë pjesë, po kur nuk mundemi me mbri me një pikë që e caktojmë një kohë edhe përfundon trajtimi me kaq. Po sa i përket fëmijëve kur nuk tregojnë progres, pra në kohë të caktuar apo edhe në një kohë të mëtejshme, të raste si veprohet? Sa i përket pra progresit, ka raste që edhe progresi pra si që përmenda mundet me zgjatë shumë më shumë. Përveç vullnetit fëmijës, pra vijshmërisë së seancave, ka raste edhe kur kapaciteti i fëmijës është më i kufizuar edhe ne nuk mundemi me dalë jashtë aty në kufeve sado që mundohemi. Ka raste që kohëzgjatja e trajtimit ose progresi varet edhe nga diagnoza. Në rast që kemi të bëjmë me çrregullime të artikulimit dhe fëmia është i vetëdijshëm plotësisht për punën që po e bëjmë, ta lehtëson edhe ty punën edhe progresi mundet me qenë pak më i shpejt. Po në rast që kemi të bëjmë me diagnoza më të rënda, si për shembull fëmijët që janë në spektrin e autizmit, fëmijët me sindrom Down, ku ne i trajtojmë pra në pjesën e të folurit, normalisht që në raste të caktuara, jo në çdo rast, mundet me qenë progresi edhe më i ngadalshëm. Pra ka shumë faktorë që ndikojnë edhe sa i përket progresit. Duke ditur pra që logopedia nuk është vetëm për fëmijët, si vlerësohen rastet tek të rriturit? Sa i përket të rriturve, ka gjithashtu, pra ne punojmë me të gjitha moshat, dhe rastet e rritura, koha kur duhet të vizitohet një logoped, është në rastet e belbëzimit. Ka raste kur një fëmijë nuk e ka trajtu, ndoshta në moshë të hershme atë vështirësi dhe ajo vazhdon dhe ndoshta bëhet më e dukshme në moshë më të madhe, munden më ardhe edhe më vonë, pra trajtohet si diagnozë edhe në moshë më të vonë. Tjetra është që te logopedi munden me u drejtu edhe ata persona që kanë pësu ndë një sol në tru, ndë një goditje në tru, edhe si pasojë e saj ka ardhe dhe një humbja të folurit, ose dëmtimi të folurit, ose edhe të kuptuarit të gjuhës së tjetrit. Pra këtu janë rastet të rriturve që munden me u adresu te logopedi. Po sa i përket bashkëpunimit me familjen, shkollën dhe rrethin social, cili është suksesi në trajtimin e kësaj? Ka shumë rëndësi edhe ky bashkëpunimi mes ambienteve ku fëmija vetë ekspozohet, për arsye që trajtimi logopedik nuk fillon me seancë dhe mbaron me seancë. Do të thonë janë dikon 45-50 minuta që ne mbajmë një seancë dhe pastaj pjesa tjetër e ditës duhet gjithçysh të jetë në përputhshmëri me punën që na e bëjmë gjatë trajtimit logopedik. Pra duhen të merren këshillat dhe rekomandimet që jepen nga logopedi në mënyrë që të gjithë të jemi në një rreth ashtu që punojmë bashkë edhe i ndihmojmë fëmijës me fitu progres edhe me u zhvillu në ato pika që ka pas vështirësi. Pra gjithë bashkëpunimi është i domosdoshëm për me pas një progres. Në rast që mungon ai bashkëpunim, është edhe një faktor pra që mundemi edhe mos me pas progres. Doktori, shohim fëmijët që vinë nga diaspora në vendin tonë dhe shohim që ata kanë ngjecje në të folurit. Cila është këshilla juaj për prindrit në këtë rast? Me patjetër që duhet të trajtohen nga logopedi, por ka rëndësi shumë se në cilin vend rritet fëmija. Në rast që fëmija ka me rrit në Kosovë, normalisht që duhet me punu në gjuhën shqipe, po në rast që fëmija ka me viju shkollën në një shtet të huaj, në një gjuhë tjetër, dhe momentin që ka konfuzitet mes dy gjuhëve, rekomandohet që të drejtohen drejt vetëm një gjuhë. Pra të punojnë vetëm me një gjuhë, të komunikojnë me ta vetëm me një gjuhë. Pra në rastet e diasporës,
Ka shumë rëndësi që të punojnë në gjuhën e huaj për arsye që shkollimi atje nuk ka me qenë gjuhë shqipe, kështu që dygjuhësia ndihmon në zhvillimin e trunit të fëmijës, po në rast që kemi të bëjmë me një konfuzitet ose shohim një vonesë në të folur, atëherë është e domosdoshme që të fokusohemi vetëm te njëra gjuhë. Dhe normalisht trajtimi logopedik është mëse i nevojshëm. Doktoresh, në fund, pra cilat janë këshillat e tua për prindërit për të stimuluar të folurit në mënyrë të natyrshme në shtëpi? Atëherë sa i përket këshillave, këshilla e parë ose rekomandimi i parë kish me qenë një kohë sa më kualitative me fëmijët, të kalojnë kohë sa më shumë bashk, dhe koha që kalojnë të jetë efektive, pra të jenë prezente aty jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, shpirtërisht dhe të ndajnë përvoja me fëmijët e tyre, të zhvillojnë bisedat, pyesin për ditët në kopsh për shembull, ditët në shkollë, dhe normalisht sa më pak të qëndrojnë në ambientet mbyllura, sa më pak të ekspozohen në teknologji dhe sa më shumë të kalojnë kohë me ta. Doktoresh, të falenderoj për gjithë kohën për intervistën sa i përket edhe këshillave tua. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.